Ne do duash dhe do adhurosh lojën që do të bëj Kostiani. Ai ka përgatitur një lojë për ty. E mbyllëm pa e mbyllur, është mbyllja më e bukur. Atëherë kjo është për ju. Çfarë është kjo me Kjo është bazer. Po të shikosh bëm të zhurmën. Po, për çfarë duam? Atëherë, sepse ne këtu bëjmë goxha lojra. Dhe ideja e lojës është që unë do të bëj një pyetje, ti do shtypësh bazerin dhe do thuar gjën e parë që të vjen në mendje. Me një fjali, me dy, me një fjalë. Mund ta them pa ato zemra ime. Shtype ti Kostian për. Okej, ta shtypon. Okej, dakor. Unë e kam bezdi zhurmën. E kam bezdi zhurmën. Dakor, po themi vetëm me një fjalë. Okej. Atëherë, pyetja e parë. Poezia më e bukur që kam bërë është? Po së fundmi kemi diskutuar për poezinë që ja kam kushtuar gjyshes. Me përkthyesen. Kur nuk të zëgjumi natën, çfarë bën? Filloj të shikoj tani. To lajmet nga bota. Kemi pasur dhe shumë. Përveç mendjes, cila është gjëja më tërheqëse në trupin e një mashkulli për ty? Në trupin e një mashkulli, gjëja më tërheqëse. Përveç mendjes. Mashkulli. Një pjesë. Po shpatulla, dora, çfarë pyetje o zot. Po një problem unë e kam. Syt duhet që të kenë ngjyrë. Vërtet? Ja, syt pra me ngjyrë. Pra unë me kafe nuk bëj punë. Vështirë. Se po mendoj të bëje punë. Lëre fatos, nuk je në atë nivel. Gjëja më e çmendur që kam bërë kur kam qenë e pirë. Ti që ke një histori të bukur për të na treguar. Kur ke degustuar verëra në një qendër të Francës për shembull. Unë kam lindur e dehur. Im shoq thoshte që ti vetëm kur pije soll. Po vetë diçka që ke bërë kur ke qenë tap ose e dehur. Nuk më zë. Nuk të zë? Je imune? Pra. Kam bërë një tregim fantastik për këtë gjë, po një herë tjetër. Një herë tjetër. Vesi më i keq që ke? Pëlqen shumë të rri me veten. Oh, nice. Gjë më e paligjshme që ke bërë ndonjëherë? Kam shumë. Na i thuaj na bëj një top 3-she. Nga më e paligjshme deri në një herë ishim dalur, isha martuar në fakt. Isha drejt divorcit. Edhe kishim dalur me bashkëshortin që u bë bashkëshort. Mirë, po ishim aq të ngjitur sa që nuk e di në një kopësht, në një fush kopshti kështu me drur. Edhe pse ishte lagështirë dhe pellgje në ushtrim. Ushtrim aty. Dhe aty kishte shumë çifte, ishte viti 90. Kishte shumë çifte që shumë, domethënë 3-4. Që rrinin ke pemët dhe po putheshin për qafoheshin. Befas për abin ton, erdhi policia. Dhe më tha, mos bëze, mos fol. Qa është i thash, qa ka? Tash si, i morën ata, i futën në furgon, çiftet e këto, që ti shikoni në polici se çfarë relata kishin, pa ishin të martuar apo jo. Pra ju nuk po putheshit, ju shpëtuat. Nishi më kishte gjithë to, se ishin shtrirë. Vetëm ju ishin shtrirë. Dhe ne shpëtuam. Nuk të pan. Ja, që kur je shtrirë shpëton. Ne shpëtuam. Pyetja tjetër, libri i shkruar më dobët që ke lexuar. Që sa ke lexuar 3-4 faqet e para, më Është një shkrimtar që është përkthyer te jashtë, që nuk ja them emrin. Po është njëri i mirë i dashur, po. Është i katareja, kujdesi që tu përkthenin këto. Nuk më la në atë kohë, tash i po heci. Nëse prit, edhe pse kishe konsiderat. Edhe më tha mua, kam vite tha që ta kam thonë tha romanin tha dhe s'm ke thënë gjë. E filloj gjithmonë i thash, më zë gjumi dhe ke faqja 10 dhe prapë e filloj. Edhe nuk është se është shkrimtar. Po të më thon, unë e kam këtë që po nuk më tërhoqi që faqja e para, po nuk ka. E lë. Më lë domethënë se se lë. Një gjë që njerëzit do të habiteshin nëse do ta merrin vesh për ty. Po çfarë pyetje? Që unë bëj një jetë fare të zakonshme. Okay. Ofendimi më i rënd që i ke drejtuar dikujt. Po të si mbahen mend këto? Le që ofendimi nuk varet fare nga çai thua, si e përjeton tjetri. Okay. Dhe pyetja e fundit, vendi më i çuditshëm ku ke bër dashuri?
Apo te pellgu I ujit. Ishte edhe një detaj tjetër po prap me këtë. Një njeri shumë I afërt I bashkëshortit s'ka rëndësi që mora. Ishte lajmëruar një sigurims që ne të dy dalim. Pra unë me këtë. Po. Edhe ai na ndiqte. Oh. Po. Edhe flas për 90-ën, no? Se ka qenë çuditshme se tash s'ka kokë njëri. Po. Edhe si shpëtonim ishim ke pallatit Agimi duke vrapu të dy si kalamaj. Edhe të dy. Edhe u futëm ke shkalla. Edhe ngjitëm deri në katin ishin 4 kaç, 5 kaç, diçka e tillë. Aty ngelëm tash ku do shkonim se ai po hyri në pallat. Aty ishte një shkallë e vogël hekuri, po ishte shumë lart. I pari unë gjitim shoq, kjo shkalla e hekurit. Pastaj më tërhoqi, sikur t'isha një kështu, karkalec I vogël, më tërhoqi lart. Edhe dolëm të dy ishim tarac. Në tarac, po. Ishim në tarac. Siç duket hyri dhe kujtoj që ne kishim në Chelsea apartamenti. Edhe Por ju shfrytzuat taracën. nuk na gjeti. Gjitha ndodhin në tarac. Dhe pastaj në tarac ishim më lart se sa qyteti në atë kohë, se qyteti ishte I shkurtër në atë kohë, tash është bërë I gjatë. Tash që erdhi I gjatë, është bërë I gjatë. Edhe gjetëm rast të përqafuam edhe aty. E kuptoj. Tani, Moza unë do të jap disa emra meshkujsh të famshëm DC. Po. Dhe do bëjmë këtë lojën e cila ne kemi përshtat për ty. Mes këtyre 3 emrave dua që ti të më caktosh kujt do I dedikoje një poezi, me kë do bëje dashuri dhe kë do vrisje nga këta të 3. Treshja e parë, kujdes është pak e thellë. Që I kanë dhe treshe. Treshe. Treshja e parë është Sali Berisha, Nart Ndoka apo Ervin Saliani. Me kë do Këto janë politikanë. Po ç'a do bëja me këta? Atëherë, me kë do bëje dashuri, kujt do I dedikoje një poezi dhe kë do vrisje? Hipotetikisht, figurativisht. Wow. Saliu, Nardi apo Ervini? E nisim me kujt do I bëje një poezi? Tash shqyr ja u di emrat këtyre, nuk unë mos I di atë emrat. Po, jemi siguruar që ti dish. Që ti dish. Po, tash Kujt do I dedikoje poezi? besoj Salës. Salës. Saliu. Mes Nardi dhe Ervinit kë do vrisje dhe kë do bëje dashuri? Nuk për të bërë dashuri, faleminderit shumë dhe për të bërë nuk too much. Nuk do vrisje? Kë do vrisje? Persekutoje, për shembull, po të persekutosh njërin nga këta të dy. Ta çoje në internet. Internoje njërin se e meriton. Internoje, po tash njëri e bëri, internimin ç'a ti bëjmë? Nardi apo Ervini? Ç'pun kam unë këto, pajs. Kam unë këto. Tresha tjetër është Blendi Fevziu, Milaim Zeka, Emmanuel Macron. Po. Poezi, dashuri, persekutim. Tash me Macronin e pia në një Në kafe cigare. Në I gotë verë. po për më tepër se kam çat flas, E kuptoj. kam çat flas. Mes Blendit dhe Milaimit, poezi dhe vrasje? Jo vrasje, persekutim. Vrasje në dashuri. Tingëllon e fort. Me Milaimin kemi bërë një 2 aktivitete artistike diku, kurse me Blendi s'ka lidh ndonjëherë. Të ka lidh. Okej, tresha e radhës është shumë interesante, Moza. Kozmadushi, Po, Aleksandr Gjoka apo Elton John? Tonjo. Kozmadushi. Qa do bëje me Poezi. Kozmaj? Dashuri. Është I padëmshëm Kozmaj. Por dua ta them që ai këngëtari tjetër, si quhet? Aleksandr Gjoka apo Gjoka? Gjoka ka këngë shumë të bukura. Me Gjokën poezi apo persekutim? Se është Gjoka dhe Elton Johni tani Elton kanë John. ngel. Me Gjokën do kisha dashur të këndonim një duet. A e bukur. Okej. Okej. Dhe e fundit kemi Enkel Demi, Po? Ben Plushi dhe Sigur ka dhe ky- Albatros Rexha. Më fal, ky Keli sigur ka dhe një emër tjetër. Tom Kuka. Tom Kuka. Unë do quajmë si të duash atëherë. Me Po, këtyre kush është ky treshesh. Albatrosi? Se njeh Albatros Rexhën? Jo, çfarë është ky? Okej, persekutoj. Albatrosin. Jam shumë kurioz për ta Shkrimtar. njohur. Shkrimtar. Atëherë Albatrosi. Çfarë do I bëje? Fresk.
Moza më pëlqen, prandaj Po Engel Demi dhe Ben Blushit? Këta do t'i lia të njifeshin me një. Ja, ta moza dhe i komplet nga scenario dhe prandaj e duam. Dhe do kalojmë te pyetja e fundit. Dhe për pyetjen e fundit, Kjo është po lojën e fundit do na duhet tabela e kam bërë se kam bërë. Sepse pyetjet do jenë çfarë ka bërë Mimoza Ahmeti dhe çfarë nuk ka bërë. Jam penduar për diçka që kam thënë në televizion. Po ku kam kujtesun më motor? Por ai sa ke. Ja, Nuk e ke bërë. Jam konfliktuar verbalisht me dikë. verbalisht, dash. E ke bërë. E ke ofenduar shumë apo? Krefur, ma. Personazh i njohur apo? Po jo. Jashtë botës. Krefjet në shtëpi kemi. Okay, çka këto personazhe të kështu. I kam shkruar libër ose poezi për eksin, ish partnerin. E ke bërë. Kishte për mirë apo për keq? Një kështu kurt që më njofti në aeroport, më ka lënë një amanet. Unë njoh burrat, tha, unë i njoh burrat. Ti që ke një gru nobel, të lutem mos shkruaj për burrat. Bukur kjo. Po isha të kanë shkruar ose të kanë kontaktuar pasi kanë lexuar poezitë që ke bërë për ta ose librat? Apo s'të kanë shkruar më? Dëgjoj, pavarësisht se unë kam jetuar në Shqipëri dhe jam kënaqur në atë formën shqiptare me gjitha brenda, burrat shqiptar janë shumë krenar për të Për të shkruar dhe për të thënë që e kam Për të parë. diskutuar rreth ndjenjave të tyre. Kështu që e lëm këtë muhabet. Kam tradhëtuar. E ke bërë? Pse e bëjnë të gjithë Edhe shkrimtarët kjo, këtë? e kam bërë, nuk e kam bërë. Se ke bërë? Jo, Si e ke di qenë? pse. Ka qenë fundi i marrëdhënies apo E si? di pse, e kam bërë, nuk e kam bërë. Sepse të duash nuk është tradhti. Për Okej. konceptin është tradhti. Kështu që kjo është kështu. Por ti e ke bërë, pra je dashuruar ndërkohë që ke qenë në një marrëdhënie. Çfarë Tjetër. marrëdhënie ka qenë ajo kur dashurohesh? Okej, e vërtet. Jam tradhëtuar, po ty ta ka bërë njëri, ta ka la hakun? Ata të gjithë betohen që kur. Unë jam e bindur që po. Okej, ke ndjesia dëshime të tua. femrore nuk gabon kur, kjo është pak po e Do me sigurt. thënë, gjithmonë ato bëjnë bezë dhe rufej që jo. Okej. Kam refuzuar të shkoj në një emision televiziv se nuk më pëlqente moderatori. Po. Mund të na e thuash cili? S'm kujtohet, po unë refuzoj Programi. shumë herë. Okej. Dhe Dhe- nuk e di pse si u refuzova ju. Ja pra ja. Jemi të parefuzueshëm, jemi. Dhe pyetja e fundit, kam ofenduar një VIP sy për sy. Nuk të ka pëlqyer dhe ja ke thënë trot shiko vllase. Tashi vipat ku i ke? VIP-a i thënë, çi po kështu, personazhe televizione. Gerta Unë nuk Gixharit digja. atëherë që i the. Unë nuk digje pse është vip, ë? Se vip Gerta Gixhari? Suppozimisht kush del në ekran. Ju e dini. Kush është vip për ty? Si thot në Bibël ai sa herë i thonë që ti pretendon që je perëndia. Ti po thua, thot ai. Ti po thon gjë. Po e ke bërë apo nuk e ke bërë? Unë jo, po raporti ndërtohet, po unë jo. Okej, nuk në djenin Tani, tënde nuk e ofenduar Moza, askën. Ti na Jo. the që do qëndrosh në gjendje aludimi për fermën VIP. Po. Po. E kupton? Mirë po, disa emra kanë dalë në portale si Jonida Maliqi, Romir Zalla, Soni Malaj, si do shkoje me këto në qoftë se suppozimisht Do ishe banore. Se dhe për Aleksandr fermere. Gjokën kanë dalë fjalët. Vërtet? Po. Do kesh mundsinë aty të këndosh. U lumturua tani, do këndojnë duet. Jo. Nuk mund të them asgjë për një gjë që s'është bërë gjë. E Kur kuptoj. të bëhet gjë, po u bë gjë, flasim për gjën. Flasim për Zote sa e thellë që ishte. Ne do ishim shumë kurioz dhe shumë të lumtur të shikonim, se mendoj që do jesh një nga personazhet më interesant të Dhe fermës. kontroversiale gjithashtu se ti nuk të fal. Nuk ja le njeriu. Po ndoshta kësaj radhe edhe fal. Do falësh, vetëm për të parë. vetëm fal ti dhe futu aty brenda të shohim pak kohë kualitative në televizor. Po do me thënë të presim një herë që ka gjë apo s'ka gjë. Jo, po Nëse, po unë e presim, ndjej. dëshira. Moza unë e ndjej në ajër që ka diçka. Ka diçka? Ka energji ndjej në unë. ajër. Ka Mimoza. Ndjeje? Moza Ishte Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi.
Si do dukem tani si përfundim? Na jep Kjo një është vlerësim. emision apo jo? Po. Si do duket si përfundim? Si të A ishte dukem ne? WTF-ja, WTF? Po i tuftor ollakësh më të. Dhe u e pranon me Thon nga ty, thon nga ty pranojmë. Me që donit një rast të fyrjes VIP. Ja u dhash. Po ne jemi Na konsideroj vipa, na konsideroj vipa. Ajo ka rëndësi. Problemi është këtu që për nivelin e përgjithshëm të intervistave jeni vërtet VIP. Pavarësisht se unë mund t'i kem ekzigjenca shumë të larta. Këtë do t'jo them që Askush nuk besoj arri për shtritë për to. krahinën ton, për nahin ton jeni shkëlqyrshëm. Shumë Faleminderit shumë vërtet shumë. Mimoza, ne bashkë do shihemi të premten e radhës me WTF Show. Por ndërkohë nuk duhet të harrojmë që çdo të hënë dhe të mërkurë në orën 6 jemi live me të rejat më të fundit nga showbizi. Sepse ka e çka ky milet, kështu që ne jemi këtu për të Të gjitha këto diskutuar ideat. dhe për të dhënë të gjitha lajmet ekskluzive për ju. Mos harroni, bëni subscribe, andale ala, ju puthim. Pafshim! Andale!